Festa e Kurban Bajramit tek shtëpia ime. Kam sjell një video pak më ndryshe se zakonisht. Kam sjell mënyrën se si bëj unë pritjen e mysafirve për festën e Kurban Bajramit. Mënyrën se si kam servuar ëmbëlsirat, ku kam një shumëllojshmëri të ëmbëlsirave, të gatshme dhe të përgatitura në shtëpi. Besoj se kanë mi u pëlqy ëmbëlsirat kur ta shihni videon në vazhdim. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës. Urime festa e Kurban Bajramit.